Sapo ka përfunduar finalja kampionati kombëtar i basketbollit për femër U18, Tirana-Vllaznia. Vllaznia ishte në avantazh deri në momentet e fundit, Tirana përndrys pikërisht në 5 minutat e fundit me trajnerin Ingrid Dashja. Keqardhje për se patët mundësi ta fitoni? Realisht shumë keqardhje, sepse ishim dy ekipe që ishim aty. Gjatë gjithë kampionatit kemi qenë aty në ndeshje, por gjithmonë finalet kanë emocione. Vajzat mendoj që i pushtej pak emocioni. Momenti që u çlirume ishim bajagi para me pikë. Mendoj kapi për paniku emocioni i finales, por janë të reja. Rëndësiko që kena arrit deri këtu, kena punu fart. Bëm një lojë shumë bukur. Tregunin që din me lujt, tregunin që kanë karakter, kanë forcë për me lujt, me mbrojt, me stënmu. Kështu që kjo është e rëndësishme për ne, sepse janë vajza të reja. Ishte mundësia për më marrë kupa, por finalet janë atë çështje fatit realisht. Gabimet në periudhën e 4, mendoni se erdhën nga ana emocionale që Vllaznia duket që po gëzoi përpara kohës për titullin. Besoj në ana emocionale. Për mua ishte anë emocionale, sepse mund gabosh një herë, dy herë, unë njoh ato vajza, përveç meje të njeh publiku që e shef, e shikon se si din me lujt, banë disa gabime që nuk janë natyrën e tyre. Kështu që ishte thjesht emocionale. Një sezon pozitiv. Një sezon shumë pozitiv, po shumë e kënaqur sepse kena element shumë cilësor. Synimi jon kryesor është me përgatit vajza cilësore që me çu me pas prurjet e këto rritërat. Kështu që janë vajza me cilësi shumë të mira dhe përgatituna për në vazhdim. Kjo është e rëndësishme për ne. Mandej kur rrin finale, thash, është çështje fatit finalja. Fati nuk na buçesh nesë. Kena çamë bash, presojmë vitin tjetër. Faleminderit, sukses. Faleminderit sa për josh, më lejo të falenderoj ty në radhë parë për mbështetjen gjatë gjithë sezonit. Familjar tonë, vajzave të mit, gjithashtu edhe ekipin e të rritënave, si vajzat e rritën ashtu e trajnerën që na kanë suportuar gjatë gjithë kampionatit edhe tashmë në finale.